Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka mbajtur një konferencë për shtyp duke kundërshtuar dekretin e Osmanit me argumentin se sipas kushtetueses, kuvendi nuk duhet të ishte shpërndar. Ai tha se nuk mund të flasin për zgjedhje të reja pa folur gjykata kushtetuese, duke shtuar se zgjedhjet do të zgjasin agonin institucionale. Pasnenit 86, paragrafi 6 dhe njëkohësisht nuk kanë kaluar 60 ditë nga fillimi i procedurës si pasnenit 82, paragrafi 3, atëherë nuk ekziston baza kushtetuese për shpërndarjen e kuvendit. Në një situatë të këtillë, dekreti për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve nuk është kushtetues, sepse kompetenca për shpërndarjen e kuvendit mund të ushtrohet vetëm në rastet e paracaktuara shprehimisht nga kushtetuta. Andaj, të dashur qytetarë, të nderuar gazetar, kjo përbën edhe një tjetër lëndë për gjykatën kushtetuese. Le të presim me qetësi dhe durim, ndërkohë që qeverisim mbar e mirë si gjithnjë. I pyetur nga gazetarët mbi deklaratën e presidentes Vjosa Osmani, se njerëz të rrezikshëm e sollën situatën në vend deri në këtë gjendje, Kurti kujtoi gazetarëve se Osmani nuk përmendi emra. Nëse zonja presidente nuk ka folur me emra, unë se di pse ju shkon juve mendja të kund. Nëse flasim për shtypje të përgjithshme, ajo është një gjë, por nëse flasim për njerëz të përveçshëm, unë nuk e di që jemi përmendur aty, nëse ju keni të drejtë, sërish unë besoj që përgjigjen duhet ta kërkoni tek ata që e thanë, jo tek hamendësimi se kush mund t'jenë ata. Dhe krejt në fund, unë besoj që të papërgjegjshëm brëm kanë qenë ata që kanë munguar. Kurti gjithashtu kritikoi dhe dy partitë kryesore opozitare, Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës për mungesë të bashkëpunimit të mirëfillt për një marrëveshje për president, ndërsa shtoi se vetvendosja nuk kandidoi Vjosa Osmanin për presidente, duke u shprehur se e dinte se Osmani nuk do të siguronte korumin.